Stafa është gjithë kohës tani që po përcjell lëvizjet e protestuesve, janë këta flamuj që shihni siç e përshkroi Osmani që marrin drejtimin protestuesit. Është kaluar pjesa e selisë Partisë Socialiste dhe do të shohim nëse do të jetë ndalesa e radhës apo e fundit ajo e bulevardit Dëshmorë dhe Kombit e kryeministria aty ku ishin që krye të herës. Por tek selia e Partisë Socialiste u dukën forcat e ndërhyrjes shpejt dhe forcat shqiponja që ju bashkangjitën forcave të tjera të rendit. Ka një ndales këtu tani? Është një ndales dhe një komunikim që po bëhet në sida. Po është e kryqëzimi i Myslimshyrit dhe pas një komunikimi që pati Sali Berisha me Gazmend Bardhin me Flamur Nokën është dhënë pra po ecim përsëri në këtë marshim protest dhe do të shikojmë tashmë se cili do të jetë institucioni nga do të shkojnë protestuesit, ndërkohë që duket sikur po vijojnë. Duket sikur ka një degëzim, një ndarje apo jo? Unazës. Jo, nuk ka një ndarje, janë duke vijuar drejt për të dalë në Unaz. Pra, është ky nuk kanë marrë as drejtimi për tek policia e Tiranës, pra drejtoria vendore, apo edhe tek Ministria e Brendshme. Ndoshta shkojnë përsëri tek kryeministria. Mirë, dakor, Osman, do të them përsëri tek ti, të komunikoj pak me Klodi Lalën tani, të shkoj tek një raportim tjetër me të për të marrë të tjera të reja. Po, Klodi, nuk e di nëse më dëgjon, të doja një komunikim me ty tani për të dhënë informacione. Po, linja për ty. Atëherë nga organizatorët kemi mësuar vetëm pak minuta më parë që ndalesa e rratës do të jetë drejtoria e policisë së Tiranës, ashtu sikurse ne ndruar edhe në lidhjen tonë të mëparshme, në përpara selisë së partisë, por edhe drejtorit e Partisë Demokratike nuk do të ndalesë përveç se pasi disa fije për lajmimin e programa nga drejtimi i qeverisë, por nuk pasi ndalesë në fakt interne. Ndërkohë që tashmë jemi të shkuar për në drejtim të Lanës që vërdon tek drejtoria e policisë të Tiranës. Aty tashmë kanë ndërhytur sipas informacioneve forcat e policisë që kanë veçuar do të e policisë së Tiranës dhe gjithashtu kanë mbritur edhe një autobot për hedhje të ujit nëse do të shënohen incidente. Është zgjedhur në fakt me sa duket kjo strategji e Partisë Demokratike për të mos patur incidente me polici të ndërkombëtar, sikurse thonë organizatorët, pasi si tyre në Shqipëri është instaluar një regjim dhe tyre vetme për t'larguar sipas tyre nga qeverisja zotin Rama janë pikërisht protesta dhe kjo është për shkallëzimi këtyre protestave. Por ndryshe nga më herët, kjo ka qenë një protestë e cila po zgjat në kohë sa i përket sepse ka pasur një lëvizje ose një marshim nga kryeministria në drejtim të policisë së shtetit për gjatë Unazës së vogël tek Nëntkaçe dhe tashmë po afrohemi në drejtim të godinës së policisë së Tiranës. Aty sigurisht duhet parë me shumë kujdes sepse në momentin që ka një rritim ose një agravim mes forcave të policisë dhe protestuesve, ka edhe përdorim të gazit lotësielës. Por është zgjedhur pikërisht policia sepse kohët e fundit ka një ashpërsim të akuzave të ish kryeministrit zotit Sali Berisha në adresë të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit zotit Ilir Proda, të cilin e akuzon sipas tij për lidhje me krimin organizuar e nga ana tjetër pretendon se ai ka lidhje me Ergy Sagasin, kreun e një grupi kriminal të dyshuar nga ana e SPAK që vepronte pranë Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Do duhet shohim tashmë sikurse thash nga informacionet që vijnë nga forcat e policisë, por edhe nga kolegët, është vendosur një perimetër sigurie tek drejtoria e policisë së Tiranës. Janë duke marshuar të gjithë protestuesit tashmë dhe sikurse e shikoni edhe kolegu Osman Stafa ka sqaruar që protestuesit flamuj janë të vendosur pas drejtorit të Partisë Demokratike, kryesisht flamuj ndjekin protestuesit si një shenjë dalluese për trajektorin që ata ndjekin. Në këtë mënyrë pra zgjedhur sipas mënyrë për të hequr vëmendjen ndërkombëtare se gjërat në Shqipëri nuk shkojnë si duhet, se korrupsioni dhe aferat korruptive janë shumë të mëdha dhe që sigurisht Shqipëria është boshatisur nga trim dhe të rejat, janë pikërisht to kauza që Partia Demokratike kërkon largimin e zotit Rama si kryeministër dhe
përgatitjen e zgjedhjeve sipas tyre të parakohshme nga një qeveri teknike, si e vetmja mundësi që mund të garantoj zgjedhje të lira dhe të ndershme. Patjetër që do duhet të shohim me kujdes se si do të vijoj kjo protestë, është më zgjatur në kohë se sa protestat e tjera, nuk ka patur asnjë tentativë të protestuesve për të lënduar punonjës policisë apo molotov apo lëndë piroteknike në drejtim të tyre, për cilat arsye janë zgjedhur kazanat e plerave për të hedhur molotov. Kjo mbetet për të sqaruar nga organizatorët, por ajo çfarë dihet është se gjatë gjithë rrugës të rinj kryesisht në moshë, të cilët mbajnë kapuç në kokë dhe maska anti-Covid në pjesën e fytyrës, kanë hedhur molotov tek pjesa e kazanët e plerave. Megjithatë, deri tani duhet sqaruar që përveç se një qytetar i cili nuk është ndier mirë në përplasjen që pati mes protestuesve dhe policisë tek drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit, nuk raportohet për të lënduar as në radhët e protestuesve, as në radhët e forcave të policisë. Megjithatë, kjo protestë ende nuk ka përfunduar dhe do duhet ta ndjekim hap pas hapi për të patur edhe një rezime të qartë, por për të patur edhe përse është zgjedhur, pra për të kuptuar më qartë përse është zgjedhur kjo strategji. Është një ndryshim trajektorie për të mos u akuzuar opozita për dhunë, sepse ka patur, ju e dini, gjuhë të ashpër dhe vetëm pak minuta më herët, nëse keni arritur ta lexoni live në transmetim, sepse ne jemi duke ndjekur protestuesit gjatë gjithë kohës, ka pasur dhe një reagim të ministres së brendshme. Po, atë dua të fokusohen tani dhe ta lexoj Klodi nëse mundem. Pikërisht. Kështu që do të kthehem tek ti pas pak në një tjetër raportim të drejt për drejt, ndërkohë që dua të sjell në vëmendje zonjën Koçiu, e cila shkruan: të shkosh me molotov në duar drejt godinës së policisë së shtetit nuk është një akt proteste, por një provokim i hapur dhe një dëshirë e etshme për përshkallëzim, duke tentuar të delegjitimohet forca e ligjit përballë presionit të rrugës. Marshojnë siç lirimtar në rrugët e kryeqytetit, ndërkohë që janë po ata vetë që shqiptarët i kanë lënë jashtë rrugës së politikës me votë. Duke u fshehur pas bandës së molotovëve, ky Don Kishot që grindet me koshat e mbeturinave si me mullin të erës, e ka kthyer partinë e parë pluraliste në një repart të zjarrvendësish. Ky zjarr nuk djeg dot asnjë reformë dhe as të ardhmen europiane të Shqipërisë, por vetëm mbetjet e fundit të një opozite që nuk di më as kush është, as ku po shkon dhe as pse po përtet. Ky është reagimi i ministres Koçiu, ndërkohë Renaldo Saliani është tani në një tjetër raportim të drejt për drejt. Renaldo, ku ndodhesh konkretisht dhe çfarë informacionesh përcjell, ndërkohë që shohim edhe mobilizimin në kordon të forcave të policisë? Renaldo, më dëgjon? Mirë, tentoj të lidhem me kolegun Renaldo Saliani tani për të na përcjell situatën nga protesta, nga një tjetër kënd i protestës, aty ku po lëvizin protestuesit. Shikoni një tjetër mobilizim të forcave të rendit në këtë pikë ku ndodhen apo ku po afrohen protestuesit. Ka nisur protesta që prej orës 18, ora shënon 20:27 minuta. Do të shihet nëse destinacioni final do të jetë përsëri bulevardi Dëshmorët e Kombit dhe sheshi përpara kryeministrisë. Ka patur reagim të ministres Koçiu, reagim të kryeministrit Rama përmes një statusi të shkurtër në rrjetet sociale, po kështu edhe deklaratat që shoqërojnë qoftë nga Berisha, qoftë Noka apo të tjerë eksponent Partisë Demokratike që japin drejtimin protestuesve. Renaldo, je gati apo jo për një tjetër raportim? Të lutem më thuaj informacionet që përcjell. Po njësita, janë vendosur efektivet e policisë përpara drejtorisë së policisë në rrugën që thon për te drejtoria e policisë së Tiranës. Në drejtoria e policisë së Tiranës, në kryqëzimin e Unazës, janë në rresht të parë efektivet e forcave ndërhyrjes së shpejtë pajisur me maska dhe me kundragaz, dhe më pas tyre që ndrojnë efektiv të tjerë të policisë. Janë 2 rreshta në kordonin e vendosur këtu, të cilët janë vendosur në hyrje të rrugës që çon për te drejtoria e policisë për të penguar protestuesit që të afrohen pranë drejtorisë së policisë së Tiranës, ndërkohë që protestuesit janë duke ardhur në këtë drejtim këtej nga Unaza në drejtim të 21 dhjetorit për të ardhur tek drejtoria e policisë së Tiranës. Pak më parë edhe një makinë ujëheqëse ka mbërritur në drejtorinë e policisë së Tiranës për të larguar protestuesit në rast se do të ketë situata të tensionuara dhe do të lind nevoja për të përdorur makina ujëheqëse, ndërkohë që efektiv të tjerë të policisë vijojnë të qëndrojnë
në pjesën e pasme të kordonit të policisë përpara derës së drejtorisë së policisë së Tiranës në pritje të protestuesve. Dëgjohen thirrjet e protestuesve, janë duke mbritur protestuesit, janë shumë pranë kordonit të policisë.